universiteti është katandisur në një njësi që bën tendera dhe që pagon rroga. Pra, një lloj institucioni i vdekur, i cili nuk bën një dallim të madh ku ta ndihun nga një bashki komunale e një qyteti kryesor në Shqipëri. Kemi hasur me një bunkerizim të poja, po me një mungesë transparence, i cili tashmë është një problem kronik i universiteteve. Po Universiteti i Tiranës dhe Universiteti Mjekësisë në Tiranë kanë refuzuar të përgjigjen edhe kërkesave tona për informacion, duke thënë se këto kontrata që ata blejnë shërbime apo produkte janë sekret tregtar. Në fakt si mund të jetë sekret tregtar detergjenti, ontimi i dyerve apo çmantimi i kryerve, apo dhe ceremonia e diplomimit të studentëve është konsideruar një sekret tregtar. Pavarësisht se këtë çështje kemi fituar në gjykatën administrative, përsëri këto universitete vijojnë ta shpërdoren këtë mundësi për të bërë transparent. A mos është vërtet e turpshme që ne ndodhemi të përfshirë me një sistem arsimor i cili nuk na jep mbrapsht minimalisht dignitetin e një studenti. Po besoj kur gjithë studentët, nëse duan universitetet shpenzojnë, le të shpenzojnë madje edhe më shumë se kaq. Problemi për mua qëndron se sa nga këto shpenzime na kthehen live mbrapsht. Shpresa vetme është që institucionet e drejtësisë të thëdhohen në ato hetime të cilat nisën në universitetin kryesor, por duhet të vazhdojnë edhe me raste të tjera. Ne kemi raste për shembull të APP-s, e cila ka marrë gjithësor masë, si për Universitetin e Shkodrës, po ashtu edhe në Akademinë e Shkencave, lidhur me format e tenderimit. Dhe kjo është më e rëndësishme që ne duhet ta themi sot. Hetimet duhet të vazhdojnë, që të kthehen sy tek universitetet për të parë se si shkojnë këto shpenzime, ku shkojnë, a janë të prekshme, apo kemi të bëjmë me tendera apo.